Shqipnara janë mësuese Afërdit në lidhje me ditën e verës që është nesër. Çfarë feste është kjo? Pse festohet bashkë tek ne në Strug, Korçë edhe në Elbasan? A ka ndonjë kuptim? A është rastësia? Nuk e di çfarë. A është festë pagane? A nuk e di. Dhe do t'i kthejmë përgjigje kësaj pyetje shumë interesante, pra do zbulojmë misterin e pse shqiptarët e festojnë akoma këtë festë të 14 marsit, ditën e verës. Kjo traditë përmban shumë elemente të kultit të natyrës, sigurisht ndezje zjarresh për pastrim energjie, lulet, gjelbërimi për fertilitetin, ballokume që janë shumë të njohura në Elbasan sidomos, simboli bollëku dhe i diellit, pra ka lidhje me diellin. Verorja, fije, kuqe e bardh, në përgjithësi për mbrojtje që simbolizon yin yang. Dhe me kultin e hyrneshës së natyrës tek pellazgët, sepse në atë kohë kjo është festë pagane dhe është shumë e lashtë njerëz. Ati ballokumja është simboli kryesor i kësaj feste, sepse nuk është rastësi që është rrethore, është e artë dhe bërë me miell, misri dhe gjalp. Forma rrethore është dielli, ngjyra e artë është drita diellore. Ballokumja quhet ndryshe edhe buka e diellit. Pse pikërisht 14 marsi festohet në ditën e verës? Dita e verës pra është festuar edhe nga të lashtët që para 3.000-4.000 viteve tek neve, tek shqiptarët e lashtë. Mund të quhesh ilir, disa i quhen pellazg, unë do t'i quaj pellazgët vedik sepse kanë qenë epoka vedike. Dhe njerëzit atëherë ishin më të saktë në astrologjinë dhe në fakt përdorin astrologjinë vedike. Dhe meqenëse dhe unë sot përdor astrologjinë vedike, le të bëjmë disa llogaritje se pse 14 marsi që është festuar nga shqiptarët e lashtë festohet akoma dhe sot, si dita e verës, një ditë shumë e rëndësishme. Të gjithë janë të gëzuar. Në ditët e sotme, dielli me 14 mars pikërisht hyn tek shenja e peshqive. Por le të kthehemi në 3.000-4.000 vite përpara. Sipas llogaritjeve matematikore, 1 grad e diellit zhvendosje do të thotë ndryshon pra në çdo 72 vjet. Dhe po të bëjmë llogaritje, do të thotë që dielli përpara e zëm 3.000-3.500 viteve ka qenë dielli me 14 mars, ka qenë në shenjën e dashit. Pra sapo hynte në shenjën e dashit. Shenja e dashit është shenja e parë astrologjike, do të thotë fillimi dielli merr fuqi shumë i fortë. Dhe festa e 14 marsit pra festohej si dita jo vetëm e verës, po festohej si viti i ri. Ditëria e astrologjisë humbi dhe këto 2000 vitet e fundit, pra dielli është postuar në shenjën e peshqve. Në fakt në Indi për shembull e festojnë ditën e verës, siç festojmë në 14 marsin, ato e festojnë 14 prillin si dita e verës, sepse dielli pikërisht hyn në dash. Njerëz, pra viti i ri dhe dita e verës në fakt, sipas plotëimit të saktë fare, fillon me 14 prill. Atëherë mund t'i hani ballokumet më mirë.